Të nderuar shikues, mirëmbrëma, sot do të flasim për një temë që ka lidhje pak dhe me aktualitetin, por edhe me një interes dhe një informacion për të kaluarën dhe për ekonominë e vendit dhe të popullit tonë, si është grabitur dhe si veprojnë fuqitë e mëdha grabitqare për të rrëmbyer pasuritë e popujve të vegjël. Dy Rama ka qenë ajo që quhet Chatham House ose Royal Institution of International Affairs, do më thënë Instituti Mbretëror për Marrëdhëniet me Jashtë, RIA ose Chatham House, i cili ndjek të politikat kolonialiste se si Britania të përçaj, të sundoj dhe të grabisë popujt e vendeve të botës së tretë, por dhe të botës së vendeve të dytë, siç ka qenë Shqipëria në këtë mes. Do të flasim pak për Venezuelën, pretekstin apo shkakun për pushtimin e saj dhe përmbysjen e regjimit nga Shtetet e Bashkuara. Dihet që Venezuela është një vend që ka shumë naftë, akuzohet nga Britania për shkak të politikave të saj të pavarura ekonomike në shitjen e naftës, sidomos bashkëpunimin me ekonominë kineze, mund të jetë një nga arsyet e goditjes prej qeverisë Trump, duke përdorur pretekstin apo dhe shkakun e kontrabandimit të kokainës, ku për këtë nga Kolumbia, ku për këtë akuzohet si organizator edhe Maduro ose presidenti që qeverisë prej 13 vjetësh Venezuelën pas vdekjes së Hugo Chávezit. Maduro e ka qenë një shofer taksis ose urbani dhe u tërhoq në këto aktivitetet e këtyre sindikatave të shoferëve, ku kishte pasur dhe baban e vet një drejtues sindikatash dhe dora dorës u fut dhe në politik, ku shërbeu si kryetar parlamenti në kohën e Chávezit për shkak të besnikërisë treguar ndaj tij dhe më pas si ministri i brendshëm për një periudhë të gjatë, derisa mbas vdekjes nga një sëmundje e rëndë e Hugo Chávezit, ai zuri vendin për të vazhduar politikat e Chávezit, politikat të cilat synonin pavarësinë e veprimeve ekonomike dhe politike të Venezuelës. Trumpi pasi ndali ofensivën e Kinës mbi Amerikën nëpërmjet marrjes kanalit të Panamas, ku e shtiri në kontroll sërish Shtetet e Bashkuara, të cilat e kishin ndërtuar në fakt atë kanal, por që ja kishin dhuruar panamezëve në vitet 70 në kohën e presidentit Nixon, e rimorën kontrollin e saj duke larguar kinezët. Një aktivitet tjetër i kinezëve ka qenë në bashkëpunim me City of London dhe me Kanadan në drejtim të poshtjes Shtetet Bashkuara si lideri botëror i fuqisë më të madhe ushtarake dhe politike dhe ekonomike në botë, dhe një nga këto shikohet dhe Venezuela si një rrezik i intervenimit të Kinës dhe në këtë kuadër për shkak të shitjes së naftës kryesisht në Kinë nga Venezuela, dhe këto mund të jenë disa arsye që kanë krijuar pasaj pretekstin e kontrabandimit të kokainës dhe bashkëpunimit në këtë kontraband të qeverisë së Venezuelës, dhe megjithatë, duke parë çik në retrospektivë emailët e bëra publike, edhe mendimin e WikiLeaksit në vitin 2015 të Hillary Clintonit, duket në fakt në këto emailë arsyeja e vërtet të goditjes Muammar Gaddafit dhe rrëzimit të sistemit të tij mbi Libi. Do të përmendnim për analogji me atë që do të flas më vonë për grabitjen e arit shqiptar nëpërmjet komunistëve dhe xhihadit komunist të Enver Hoxhës në vitet 45, 46, 47, po dhe 48 deri në qershor 48, kur u shkëputëm nga Jugosllavia, pasi Jugosllavisë u dha urdhër nga Shtetet e Bashkuara të shkëputeshe nga bloku komunist, pasi
kishte një konflikt të gjerë midis Titos dhe Stalinit për mënyrën e drejtimit të shtetit Jugosllav, i cili në fakt ishte lënë në konferencën e paqes që përfundoi më 46 në Paris në krahun e djathtë të perdes së egurt, pra nga ana e lindjes komuniste. Në fakt Jugosllavia u shkëput dhe ndoqi një politikë mikse. Jugoslavia e tretë e Titos, që kjo politikë ishte me superstrukturë komuniste të majtë dhe me bazë ekonomike, me pronë private ndryshe nga shtetet e tjera të cilat do të bazoheshin ke baza shtetërore ekonomike, pasi ekonomia doradorës në këto vende ra në dorë të komunistëve, ku spikat sidomos komunizmi shqiptar, i cili pothuajse shtetëzoi të gjitha pasuritë që kishin pasur private shqiptarët. Po të flasim një çik çfarë u zbulua nga emailët para se të sulmoheshe Libia, të rrjedhura nga WikiLeaksit, Hillary Clinton, e cila ishte sekretare e shtetit. Spikat një memo që i ka dërguar një këshilltar i saj që quhej Jewish Sidney Blumenthal, i cili seksonte se inteligjenca franceze ka zbuluar pak para luftës që u bë nga Franca kundër Kadafit, kishte zbuluar se qeveria e Kadafit mban më shumë se 143 ton arë që synojnë të përdoren për të krijuar një monedhë panafrikane bazuar në dinarin e artë libian, e cila është një alternativë ndaj frangës franceze së faqe që përdorej në shumicën e vendeve të Afrikës. Në të njëjtën memo deklarohej se ky plan ishte një nga arsyet kryesore pse Franca udhëhoqi sulmin ndaj Libisë, jo për shkak të një ndërhyrje humanitare siç është paraqitur në publikun e gjerë botëror, por për kontroll kryesisht mbi naftën, parat ose arin e Libisë dhe kundër pavarësisë së shteteve afrikane. Në këtë email renditeshin motivet e Francës që ishin të sekuestronin një pjesën më të madhe të naftës së Libisë, të përforconin dominimin francez mbi Afrikën e Veriut, të ndalonin Kadafin drejt synimit të tij për të bashkuar Afrikën me një, në pikpamjen financiare, me një monedhë të vetme. Shkatërimi i Libisë në fakt nuk ishte vetëm një ndryshim regjimi, por kishte të bënte me shtypjen e ëndrrës për sovranitet të shteteve ndryshme amerikane. Pra, Kadafi kishte 143 ton arë para 12 vjetësh kur u godit Libia. Të flasim çik për arin shqiptar që është grabitur në vitin 46 kryesisht, që ka qenë mbi dy fishi i kësaj sasie, ka qenë 283 deri 320 ton arë. E kam thënë disa herë dhe shumë njerëz thonë, "Cako, çfarë thua kështu? Si janë Terezi?" Jo, jam shumë Terezi. Dëgjojeni mirë, sa arë u shëmbyer shqiptarëve, 283 deri 320 ton arë. Ju do thoni, ku e kanë gjetur shqiptarët gjithë këtë arë? Ky arë ne kemi jetuar në perandorin turke dhe dihet që shqiptarët kanë pasur poste të larta në administratën osmane, e cila ka qenë thellësisht e korruptuar, sidomos 200 vjet të fundit para se ajo të binte, pra nga shekulli i 18, 17, 18 dhe 19, gati 3 shekuj, perandoria osmane filloi të binte përveç tjerash edhe për shkak të korrupsionit të lartë në administratë. Të gjitha këto para që shqiptarët nxirrnin nëpërmjet punës dhe korrupsionit në nivelet e larta administrative, të gjitha pothuajse i kanë dërguar në Shqipëri. Gjithashtu shqiptarët kanë qenë pjesë e niveleve të larta të ushtrisë osmane, e cila ka bërë shumë pushtime të ndryshme në rajone dhe territore të ndryshme të Azisë dhe të Ballkanit, të Rumelisë, dhe në këto vende
lejoheshe plaçkitja 3 ditët e para, ku sidomos maja e shpatës së ushtrisë osmane kanë qenë njeniçerët, të cilët kryesisht ishin bektashinj ose kryesisht shqiptar dhe bosnjak, po sidomos shqiptar, të cilët kanë mbledhur gjithë ajkën e arit të vendeve që pushtonin dhe vendeve që kishin në kontroll ushtria osmane. Për 500 vjet, pra gjithë ky ari mbledhur nga shqiptarët, por edhe me tregti, se shqiptarët kanë qenë tregtarë të mirë brenda perandorisë osmane, bashkë me Qifutët dhe armenët, por edhe me populatat tjera turke në perandorinë osmane, kanë siguruar dhe kanë mundur të sigurojnë burime të mëdha ekonomike dhe financiare, burime të cilat u grabitën nga qeveria gjatit komunist të drejtuar nga Enver Hoxha mbasi ata morën pushtetin, dhe kjo ishte një nga arsyet pse Enver Hoxha nuk u ngacmua nga perëndimi për 45 vjet sa dendim pushtet derisa vdiq dhe ndroi jetë në vitin 1983, pra gati 40 vjet. Dhe ju do thoni si ka ndodhur. Sundimin e tyre, siç e thash, Enver Hoxha e mbledhi me ligjin për tatimin e jashtëzakonshëm në kohën e luftës dytë botërore, ose ligji numër 37 i datës 1 janar 1945, pra një muaj mbasi erdhe në pushtet, nxori ligjin për tatimin e jashtëzakonshëm. Me ligjin numër 37 grabitën të gjitha sasitë e mallrave të tregtarëve dhe pasuritë e grumbulluara përpara apo gjatë luftës dytë botërore dhe ja dhuruan Jugosllavisë. Ditën tjetër, ligji 37 u zmadhua me ligjin e marrjes së pronës private, me forcë piratët e xhihadit slavo-komunist përvetësuan gjithë mallrat e tregtarëve dhe dyqanxhinjve dhe i dërguan në Jugosllavi. Kto i ka trajtuar më së miri në librin Receta pa komp, shkrimtari dhe studiusi shumë i talentuar Sajmir Lolja, i cili është një pedagog me origjinë nga Elbasani, që jeton sot në Kanada prej shumë vitesh, dhe është një studius asianës dhe skrupulos me këtë libër të shkëlqyer, ku tregohet historia 100 vjeçare e Shqipërisë, po historia e shkaqeve, jo e pasojave. Historia është, siç u kam thënë, një akullna e madhe që lëviz jo nga era që lot me kapuçin, siç e dinë ignorantët, por nga rrymat e padukshme të ujrave poshtë që shtyn 5 të shtatat e sasisë së akullnajës, e cila ndodhet e padukshme, dhe prandaj është okulti që të zbuloj këto rryma që njerëzit normal nuk i shikojnë, ose që i gënjejnë vazhdimisht me shkollë, me histori zyrtare, me gënjeshtra që ju tregojnë kapuçin vetëm. Jo, akullnajën e lëvizin rrymat e padukshme. Këto janë shkaqet, ato që shikojmë ne janë pasojat. Ne nuk jemi këtu për të treguar pasojat, ne jemi këtu për të treguar shkaqet, që të kuptojmë kush e lëviz historinë, që të mos gabojmë dhe të dimë se si të sillemi në histori dhe se si të manovrojmë ne shqiptarët në këto epoka të vështira, më të errtat në historinë e njerëzimit, për shkak të teknologjisë dhe synimit për të shfarosur njerëzimin, pasi po mbeten prej teknologjisë artificiale vazhdimisht, me qindra me mira njerëz në botë të papunë, ku do ushqejnë këta, ku do rojnë, cila është rruga më mirë për të shmangur reagimin e tyre ndaj qeverive. Është shtukja, tekja, me të gjitha mënyrat, me shiringa, me mashtrime, me gënjeshtra, me lloj gjërash, dhe ata që mbeten duan të kontrollojnë. Por të vazhdojmë çka ka ndodhur në Shqipëri, për të gjithë skeptikët dhe ignorantët që thonë, cako jo, çfarë ke pirë cako, nuk e ke mirë, ç'është kjo sasi? Sot për shembull Argentina, sasia i gjithë është shteti i madh, ka 64 ton ar,
Shqipëria me 800.000 banor ju morën, ju grabitën 285 deri 320 ton arë, një sasi e jashtëzakonshme. Britanikët ndihmuan xhihadin komunist me një ndihmë ekonomike dhe ushtarake dhe me kuaj dhe me mjete motorike, me bicikleta, me ndihmë të ndryshme, me flori, rreth 3 ton arë, maksimumi, aq pretendojnë ata. Por në fakt rëmbyen mbi 200 ton arë dhe 100 ose 120 ton i ka ndarë Stalini me Titon, dhe ky ishte kushti që të lihej Enver Hoxha të sundonte i lirë mbi shqiptarët. Të shikojmë sa arë është mbledhur. Më 3 janar 45, zyra e shërbimit sekret britanik në Bari raportonte se ushtria jugoslave e ndihmuar prej ushtrive të xhihadit komunist të Enver Hoxhës grabitën 2 milion franga ari banknot më 28 nëntor 44 nga dega e bankës kombëtare shqiptare në Prizren që i përkiste shtetit shqiptar. Kjo vlerë në arë, ashtu si dhe ari plaçkitur në Shqipëri pas luftës dytë botërore, fluturoi paksim drejt kryeqyteteve si Beogradi, Londra dhe Moska. Komunistët u paraqitën si libertadores, por në fakt ata ishin konkuiskadores, pra pushtues. Dhe plaçkitën me forcën e armëve, thot autori Sajmir Lolja, më shumë se 43.816.682 monedha. Mbajeni mirë në regjistrim. Këto janë shifra zyrtare, nuk i ka shpikur autori. Ka shumë raportime për këtë vlerë në monedha që janë grabitur shqiptarëve. Mbajeni mirë shënim, ju skeptikët. 43.816.682 monedha Napoleon Ari, baras kjo me 280 ton arë, po të bëjnë llogarit, sasi të tjera të pa llogaritura të shufrave të arit nuk përfshihen këtu, të stolive dhe objekteve pre-ari argjendi që u morën popullit shqiptar dhe u dërguan në Beograd, Londër dhe Moskë. Unë do të areshtonja Londër, Moskë dhe Beograd. Bastisje të pandërprera, arestimet të një pasnjeshme, tortura të tilla që arrinin deri në varrosje për së gjalli për ata që nuk tregonin ku i kishim fshehur florint e tyre, dhe shumë vrasje u përdorën kundër personave për t'i bërë ata që të tregonin ku e kishim fshehur arin dhe pasurinë e tyre. Piratët komunist jugoslavë, thot autori, mbikëqyrnin procesin e grabitjes së pamëshirshme, e cila arriti kulmin në vitin 46. Vetëm një sasi prej 3 tonësh të këtij ari të mbledhur u fut dhe u regjistrua si hyrje në bankën kombëtare shqiptare. Pjesa tjetër e monedhave të artë që peshonin të paktën 280 tonar, vetëm monedhat, pa llogaritur bijuteritë dhe lingotat, këto u shkrin, u bashkuan me sasit e tjera mjaft të mëdha të shufrave të arit dhe objekteve pre-argjendi, dhe ndihmës kapiten komunist jugoslav e mbikëqyrën nga afër procesin e shkrirjes së arit dhe përgatitjes së tij në lingota, po si u transportua, që ta dinë shqiptarët, se nuk është folur për këtë. Në fund të dhjetorit të vitit 46, kjo sasi e madhe me peshë, sa që thash, 283 tonë, edhe 300 mund të ketë qenë, edhe 320, u ngarkua në një kolonë shumë të gjatë me kamion të rëndë Skoda, H6 tipja i Skodave, H6 ST6T dhe me Tatra T111 që kishin edhe rimor kjo. Vargu i kamionëve kishte një gjatësi prej rreth 30 kilometro. E dëgjuat skeptik,
30 kilometro vargu I kamionëve Tatra dhe Skoda me rimorkjo që transportonin pasurinë në 500 vjeçare të shqiptarëve të rëmbyer nga slavo komunistët e xhihadit komunist. Pasardhës cilve janë këta që po qeverisin për 13 apo 14 vjetësh dhe bëjnë çfarë ju thot Britania dhe Perëndimi pikërisht për të mbajtur të shtypur dhe skllavëruar përsëri shqiptarët, sepse janë po të njëjtët jesmen, janë niprit e tyre. Edhe krau tjetër, e njëjta gjë. Edhe PD-ja, e njëjta gjë. Karvani makinave, thot autori, nuk mund të udhëtonte nga Kuksi përmes Kosovës, sepse Kosova ishte në luftë, ku forcat e ushtrisë jugoslave dhe forcat partizane të Enver Hoxhës nga Shqipëria luftonin kundër forcave nacionaliste shqiptare të Kosovës. Ju e dini edhe atë masakrën e Tivarit, që është drejtuar midis tjerëve për llogarit të jugoslavëve nga Rami Salia, përveç tjerëve. Në këto kushte, karvani kamionëve nuk mund të shkonte në Shkodër nga qyteti Lezhës, prandaj flota e kamionëve mori rrugën për në Kukës, arriti në rrugën Shkodër-Kukës pranë Fusharzit dhe u kthye majtas në drejtim të Shkodrës. Pastaj flota e kamionëve e kaloi kufirin nga Aniotit, 34.5 km në veri të Shkodrës dhe përmes Podgoricës, Kolashinit, Uzhicës dhe Çaçakut mbërriti në Beograd. Nga Beogradi, atëre pjesët përkatëse të mallit të artë fluturuan pjesa e Luanit në Londër dhe pjesa tjetër në Moskë dhe ajo që mbeti qëndroi në Beograd. Kishte ndodhur pak a shumë e njëjta gjë siç vepruan komunistët spanjoll të xhihadit komunist në Spanjë gjatë luftës civile në vitin 1936, ku masakra për grabitjen e arit ishte akoma dhe me rand. U grabitën nga Stalini 510 ton ar, të cilat u morën gjoja për të mbrojtur në Moskë, sasi të cilat nuk u kthyen më kur, por u ndanë midis bolshevikëve të Moskës dhe City of London, predatorët më të mëdhenj të arit në botë, sidomos dinastia Rothschild. Nuk dihet se cila është detyra e këtyre bankierëve për të rrëmbyer arin e botës dhe kush ja u ka caktuar këtë detyrë. Ndoshta kjo detyrë për të grabitur arin dhe si thuhet nga shumë studiues për t'ia u dhënë entiteteve të tjera që kontrollojnë elitën e tokës, I bën që këta të dominojnë historinë dhe politikën e botës, të cilën e bëjnë ashtu siç ata dëshironin. Por autori thotë kështu, Sajmir Lolja, I madhi Sajmir Lolja, sasia arit të plaçkitur në Shqipëri do ta bënte kapitenin britanik pirat Sir Francis Drake, I cili ka vepruar në shekullin e 16, në vitet 1540 ka lindur, 1596 ka vdekur, të dukej shumë voglush nga përmasat e grabitjeve të tij. Beogradi dhe Moska vlerësuan lart talentin dhe bashkëpunimin e tyre në sipërmarrjen e përbashkët me Antantën ose me Londrën dhe me Rusinë, dhe më 2 shkurt 54 Bashkimi Sovjetik të roqi një sasi tjetër monedash napoleonari me vlerë 225 kg ar, e shkruar zyrtarisht për blerje gruri. Nga 28 nëntori 44 dhe deri më 28 qershor që Jugoslavia u shkëput nga lindja të vitit 48, Shqipëria pra ka qenë një koloni politike dhe ekonomike e Beogradit. Çdo sektor qeveritar pati kontrollor dhe këshilltar jugoslav. Ministria e Brendshme në Shqipëri pati pjesën më të madhe dhe më të egrit prej tyre. Traktati I bashkëpunimit Jugosllavi numër 3 Shqipëri
ishte në gjurmët e planit më parshëm që kishte Britania, Rusia dhe Jugoslavia, një plan që ishte i njohur për komandën e lartë gjermane gjatë luftës dytë botërore për ta përthithur Shqipërinë brenda Jugosllavisë numër 3, gjë cilën Gjermania nuk mund ta pranonte pasi vendet e botës muslimane dhe dalja nëpërmjet Austrisë, muslimanëve bosnjak, muslimanëve Sanxhakut, Kosovës, muslimanëve shqiptar, pomakëve bullgar dhe lidhja me Turqinë ka qenë një lidhje jetike e Gjermanisë, e cila ka dashur të bënte edhe një kurudh në luftën e parë botërore nga Berlini në Bagdad nëpërmjet Stambollit për të marrë arin dhe për të bërë Gjermania një lojtare në problemet e shfrytëzimit të arit të zi ose naftës. Agjentët jugoslavë dhe sovjetik që mbanin pozitat larta qeveritare dhe politike në Shqipëri lulëzuan me ligësi në karrierat e tyre të regjistruara në dekadat që do të vinin më pas për shkak të vjedhjeve që ata kanë bërë mbi popullin shqiptar. Kjo pra ishte ajo që kërkonim të flisnim në këtë emision pak a shumë të shkurtër, por besoj të vlefshëm me informacion. Së shpejti do t'ju tregojmë edhe çfarë ka ndodhur në minimin e kanalit Korfuzit, ku është përfshirë dhe Shqipëria, dhe Britania, dhe Jugoslavia e Titos. Do t'ju tregojmë me imtësi se çfarë ka ndodhur, sepse ky libër ka bërë një zbulim dhe një hulumtim të shkëlqyer dhe jo zyrtar, por real të vërtet. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim në emisionet e tjera interesante të cilat populli shqiptar duhet t'i di, sepse e vërteta është një fe mbi të gjitha fet tonë.